vera sigurisht po afron dhe të gjithë janë të shqetësuar ose po themi ka një shqetësim si mund të mbrohen nga dielli. Atëherë duhet të themi që normalisht rrezet UVA dhe UVB janë ato rrezet nga të cilat ne duhet të mbrojmë sigurisht, dhe kjo mund të ndodhi nga fakti që duhet të përdorim mesatarisht çdo 2 orë një faktor mbrojtës ose një krem që është rreth 50+, sepse normalisht ajo që neve na mbron është rreth 2 orë, kurse nëse faktori është pak më i ulët rreth 30, normalisht na mbron rreth 1 orë, dhe ai që është 15 na mbron rreth gjysmore. Pra duhet të mbrohemi nga dielli, qoftë duke përdorur një krem specifik me një faktor të mirë, por dhe nga ana tjetër mos të ekspozohemi në periudhën më të theksuar të diellit, që është me thënë këto në orari drekës. Nga kjo gjë, për faktin sepse lëkura jonë në vetvete, nëse neve mbrojmë respektojmë, sigurisht do na respektojë dhe ajo me kalimin e viteve, për faktin që do na japi një rezultat shumë të mirë për faktin që nuk do kemi masa tumorale duke mbrojtur nga dielli. Pra të mirë do ishte të mbrojemi sa më mirë, domethënë qoftë nga rrezatimi dhe të pim sa më shumë ujë, sepse uji gjithashtu hidraton trupin ton në këtë periudhë. Cilët janë ato trajtime që ju sugjeroni të bëhen gjatë verës? Nga ana e mjekësisë estetike, normalisht është e këshillueshme që të bëhen trajtime si mund të jenë mesoterapit, me vitamina, me acid hialuronik në mënyrë sipërfaqësore për të hidratuar lëkurën dhe njëkohësisht për të thritur organizmin ton të arrijë të themi të mbrojë dhe të hidratojë zonën sipërfaqësore të lëkurës. Nga ana tjetër, sigurisht operacionet të cilat janë të theksuara në këtë periudhë të kirurgjisë plastike, facelift apo gjoks apo liposucion, mirë është që mos të bëhen në këtë periudhë. Është shumë e rëndësishme që të bëhen në periudhën e dimrit, sepse mund të japin infeksione anadiersiti apo problematika të tjera. Për atë, nëse një operacion nuk është i domosdoshëm në këtë periudhë, ideale do ishte të bëhet periudhën e dimrit dhe jo para verës, sepse duhet të dalim në plazh. Para verës mund të bëjmë trajtime të tjera që mund të jenë trajtime më mjekësore në një ambulator, por që nuk janë kirurgjikal. Si mund të mbrohemi nga dielli nëse kemi bërë një ndërhyrje në fytyrë gjatë verës? Nëse është bërë një ndërhyrje në fytyrë gjatë verës, sigurisht nuk duhet të ekspozohemi në diell, për faktin sepse edema dhe hematoma që formohet në vetvete, qoftë kur bëhet një operacion apo një blefaroplastik apo një facelift, lëshojnë atë që është pjesa e hekurit që kanë brenda eritrocitet dhe normalisht në momentin që reagojnë me diellin quhet ferrokelante, pra mund të reagojë dhe të japë një si ditë tatuazhi të ekspozuar për shumë kohë të gjatë. Po të shikojmë apo të pyesim pacientët shpesh kur thonë që u vrava këmbët diku për shembull dhe mund nxi zona dhe janë ekspozuar në diell, thonë në vetvete që sa më mbeti kjo nxirje pas plazhit, mbeti për shumë kohë, pikërisht sepse hematoma që është krijuar në një zonë të goditur nga trupi, për shembull në këtë rasti, reagon me diellin dhe mbetet si tatuazhi. Në këtë lloj rasti është mirë që neve të mbrohemi ose mundësisht mos të bëjmë këtë lloj operacioni nëse është e mundur, por të vendosim kremra të cilat na mbrojnë, dhe njëkohësisht krema të cilat janë bazë acidi hialuronik për të mbajtur sa më shumë të hidratuar pjesën e lëkurës. A duhet të lëvizim gjatë pikut të vapës dhe kush janë grupposhat që duhet të kenë më shumë kujdes? Është mirë mos të lëvizim gjatë pikut të vapës. Grupposhat sigurisht janë ato grupposhat të cilat mund të jenë fëmijët ose moshat më të mëdha, domethënë 50-60 vjeç që mund të kenë problematika kardiologjike ose problematika diabetike, që mos të ekspozohen në këtë fazë të pikut të diellit, dhe sigurisht shumë e rëndësishme të mbrohemi, të pim sa më shumë ujë dhe të përdorim kremat e duhura për sa i përket pjesës më dermatologjike, që mos të shkaktojë masa tumorale në zonën e lëkurës. Çfarë duhet kemi parasysh para plazhit, si meshkujt ashtu dhe femrat? Para plazhit duhet kemi parasysh që mund të bëjmë trajtime të cilat mund të japin një rezultat shumë të këndshëm në zonën e trupit apo në fytyrët, edhe në relativisht pak kohë, mos t'i lëmë që të gjitha në momentin e fundit që të arrim para 10 ditë para se të ekspozohemi në plazh të kërkojmë operacione apo trajtime të cilat do na ndihmojnë, sepse sigurisht mjekësia është një shkencë që ndihmon pacientin, por në vetvete nuk arrin të bëjmë mrekullira dhe qoftë meshkuj, qoftë femra, të kemi një dietë sa më të ekuilibruar, të ham sallatra të cilat na ndihmojnë pjesën e organizmit dhe sigurisht të hidratohemi, të pim sa më shumë domethënë portokalle apo ujë, sepse është shumë e rëndësishme hidratimi. Nëse neve respektojmë lëkurën tonë dhe hidratojmë, ajo nuk do plaket, nuk do formojë ato rrudhat dhe njëkohësisht domethënë do respektohet ajo me kalimin e viteve, ku neve do plakemi, që do plakem, po do plakem sa më bukur. Doktor, faleminderit shumë. Dhe unë falenderoj për intervistën.